Në fshatin Plas të Bashkisë Maliq është duke përfunduar puna për rehabilitimin e pritave malore dhe ngritjen e veprave të tjera të artit në pjesën e sipërme të fshatit. Kjo ndërhyrje vjen pas përmbytjeve të një viti më parë, kur i gjithë përojë së bashku me pritat u shkatrua për shkak të prurjeve të ujit dhe inerteve. Aktualisht po ndërhyet për rikonstruksionin e rrugës në krah të përojit, çka do të ndihmojë edhe banorët, të cilët kanë banesat në këtë zonë. Tash në këtë moment po bëhet çakullimi i kësaj rruge që punon makinat e renda dhe fundosi rruga dhe ata po bën çakullimin tash të shpirën në gjendjen e mëparshme. Sipas banorëve, ura e këtij proji është lënë me vetëm një hapësirë për kalimin e ujrave nga 3 të tilla që kishte më parë. Një gjë e tillë rrezikon sërish përmbytje në rast të prurjeve të shumta. Ura ekzistuese këtu ka patur 3 syze ose 3 sy. Megjithatë është bllokuar, është bërë një ndërtesë aty dhe janë bllokuar dhe ka mbetur funksional vetëm një. Në qoftë se llogaritet se do të vijë dhe lumi tjetër, pjesa tjetër që kalohet këtej, dhe do ketë shumë ngarkesë, atëherë nuk e përballon vetëm një. Dhe do kemi përsëri përmbytje se shkatërim të urës. Dhe ne që kemi shtëpi ande, detyrimisht do jemi të përmbytur. E mira ishte që du të hapsh edhe sylli tjetër që të kishte gjerësi që të ikte ujë. Projektuesit që bën pruat duhet ta kishin marrë më përpara masat që të bësh. Në kuadër të këtij investimi është kryer edhe asfaltimi një rruge në fshatin Plas.